Alkoolin e ke pas mik të... Oh, yes. Yes, ë? Yes. Kam pas mik, mikesh, whatever quhet, po kam pi... Çfarë nën kupton kjo? Kupton që... Çdo natë tim në një gotë për shembull? Jo, tani mundet çdo natë ose një herë në 3 net Po, të pi... të pish një gotë verë, po them. Shumë elegantist, ose mund të më mungon fare. Kurse për vitet që po flas, po kam kujtuar se edhe këtë, nuk kam problem të ndaj se ndoshta jep mësim dikujt që shpreson se alkooli do ta vërë në gjumë apo do ta bëj të qetë. Dhe mendoja se ai momenti që ti je vetëm dhe kujton se dita mbaroi, do filloj tjetra, nata nuk ishte e qetë. Edhe unë mendoja se duke pirë alkoolin do flemur lehtë. Edhe është pjesë e të shijimit jetës, duke sikur ti me këtë po shijon dhe jetën. Ti më ja lejon vetes, e bli alkoolin me shumë siklet, se alkoolin, do të them atë shishin që rrin në shtëpi. Se nuk kam qenë ekonomikisht njeriu që ja lejon vetes të blej një gjë mbi 3 euro, 5 euro, se do të më fol me euro sot. Edhe e bëja shok alkoolin, që ti bëjmë shkurt. Por nuk është shok. Po në kontekstin e duhur është. Po është i rrezikshëm. Shok i rrezikshëm është. Më beso. Nuk është fare thua ti? Jo në nivelet kur ti kujton se ai është mund të jetë një zgjidhje ose një shoqja për të gjumë, apo për të mbytë emocionet, apo dëshpërimin.